Këto pamje tregojnë gjendjen e sotme në aksin kombëtar Kalimash Mori në Kukës, pas aksidenti tragjik të një natë më parë ku pas përplasjes së një kamioni me një foristrad, humbën jetën 3 persona ndërsa mbetën në plagosur rënd 2 të tjerë. Që prej mbrëmjes së të hënës, kjo pjesë e autostradës nga vendi i ngjarjes deri në Kukës është e kalueshme vetëm në një drejtim, gjë që ka krijuar vështirësi të shumta në qarkullimin e mjeteve të tjera. Erdhëm këtu dhe kemi ndaluar këtu. Kemi ngel gjithë natën, rruga është në probleme, është shezë e madhe. Aksidenti i rënd ndodhi mbrëmjen e të hënës rreth 4 kilometra larg Kukësit, kur kamioni drejtuar nga Elmi Pira, i cili humbi jetën, humbi kontrollin dhe doli në korsin tjetër duke dëmtuar rënd dhe trafikndarëset. Kamioni përplas me furistradën që udhëtonte në anën e kundërt, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme Mirjan Dodës dhe Lek Margjonit. Edhe më parë në këtë aks rrugor janë shënuar aksidente të rënda, kryesisht për shkak të terrenit të pjerrët të rrugës, ku sistemi i frenimit mund të dalë jashtë kontrollit.